Ka javë që kalojnë si një fllad i lehtë pranvere, dhe ka javë që hyjnë në jetën e njeriut si një furtunë e heshtur, duke lëvizur gjëra që dukeshin të palëvizshme. Kjo është një prej atyre javëve që nuk vjen për të qëndruar në sipërfaqe. Ajo vjen për të trazuar, për të zbuluar, për të detyruar zemrën dhe mendjen të përballen me atë që është shtyrë prej kohësh. Energjia qiellore krijon një ndjesë të çuditshme tensioni dhe pritjeje, sikur diçka po përgatitet pas perdeve të padukshme të universit. Lëvizjet e hëna do të ndikojnë fort në emocionet kolektive, duke sjellë kujtime të vjetra në sipërfaqe dhe duke hapur plagë që mendoheshin të shëruara. Ndërkohë, ndikimi i Merkurit në komunikim krijon situata të papritura. Fjalë të pathëna që dalin papritur, mesazhe që mbërrin në momente më delikat, takime që ndryshojnë rrjedhën e marrëdhënieve. Kjo javë nuk është për ata që duan rehati, është për ata që janë gati të përballen me të vërtetën. Dashi do ta ndjejë i pari këtë dridhje energjie. Një ndjenjë padurimi do të rritet dita ditës. Një situatë profesionale që ka ngecur do të marrë kthes të papritur. Mund të vijë një ofertë ose një përballje direkte me një person autoritar. Egoja do të testohet, por pikërisht aty qëndron çelësi ndryshimit. Në dashuri një vërtet e fshehur mund të zbulohet, jo për të shkatëruar, por për të pastruar ajrin. Dashi duhet të mësoj të dëgjoj, jo vetëm të reagoj. Demi do të ndjejë lëkundje në fushën financiare. Shpenzimet e papritura mund të krijojnë stres, por njëkohësisht hapen mundësi për rritje. Një ide që ka qenë vetëm mendim i heshtur mund të marrë formë konkrete. Në aspektin emocional, një person nga e kaluara mund të rikthehet me një mesazh që trazon zemrën. Demi duhet të vendosë. A është kjo një derë që duhet rihapur, apo një cikël që duhet mbyllur përfundimisht? Binjakët do të ndihen sikur universi po i teston në çdo hap. Komunikimi do të jetë arma dhe sfida e tyre njëkohësisht. Një keqkuptim i vogël mund të zmadhohet nëse nuk trajtohet me qetësi. Megjithatë, kjo javë sjell edhe një mundësi të artë për një projekt krijues. Dikush do të vërejë talentin e tyre. Në dashuri sinjale do të jenë të paqarta, por intuita do të jetë udhërfyesi më i mirë. Gaforja do të përballet me emocionet e veta më të thella. Një bisedë familjare mund të ndryshojë dinamikën e një marrëdhënieje që ka qenë tensionuar prej kohësh. Kjo javë kërkon ndershmëri totale me veten. Në punë, një lëvizje e vogël strategjike mund të sjellë përfitime afatgjata. Mos e nënvlerësoni fuqinë e një vendimi të vogël. Luani do të jetë në qendër të vëmendjes, por jo domosdoshmërisht në mënyrën që dëshiron. Një sekret mund të dalë në dritë. Në vend që ta shoh si kërcënim, duhet ta përdor si mundësi për të treguar forcën e karakterit. Në dashuri, pasioni do të jetë i fortë, por edhe xhelozia mund të rritet. Kontrolli emocional do të jetë çelësi i harmonisë. Virgjëresha do të ndjejë nevojën për rregull dhe kontroll, por universi do ta sfidojë me situata të paparashikuara. Një ndryshim në rutinë do të hapë një derë të re. Në aspektin shëndetësor, është momenti për të dëgjuar trupin. Në marrëdhënie, një deklaratë e papritur mund të sjellë siguri ose të kërkojë një vendim të madh. Peshorja do të përballet me një zgjedhje që prek balancën mes zemrës dhe arsyes. Një person i ri mund të hyjë në skenë, duke trazuar një lidhje ekzistuese ose duke hapur një kapitull të ri. Financat kërkojnë kujdes, por një investim i menduar mirë mund të japë fryte. Kjo javë është për vendime të guximshme. Akrepi do të ndjejë një rritje të fuqishme energjie të brendshme. Intuita do të jetë e mprehtë sikur më parë. Një vërtet që është fshehur do të zbulohet. Në vend që të reagoj me intensitet, duhet të përdor qetësinë si strategji. Në dashuri, një moment i thellë emocional mund të forcojë lidhjen ose ta përfundojë atë. Shigjetari do të ndjejë thirrjen për ndryshim. Një udhëtim, qoftë fizik apo shpirtëror, mund të ndodhë papritur. Një mundësi e re profesionale mund të kërkojë guxim për të dalë nga zona e rehatisë. Në dashuri, sinqeriteti absolut do të jetë i vetmi shpëtim nga konfuzioni. Britsjapi do të përballet me përgjegjësi të shtuara. Një projekt i rëndësishëm do të kërkojë përkushtim total. Kjo javë sjell testim të durimit, por edhe shpërblim për përpjekjet e kaluara. Në aspektin emocional, një person që ka qenë gjithmonë pranë mund të shfaqë ndjenja që nuk janë shprehur më parë. Ujori do të ndjejë nevojën për liri. Një situatë kufizuese do të bëhet e padurueshme dhe do të kërkojë zgjidhje.
Kreativiteti do të jetë në kulm, duke sjellë ide që mund të transformojnë një projekt personal. Në dashuri, surpriza do të jenë të forta dhe të papritura. Peshqit do të përjetojnë një javë të mbushur me ëndra dhe zbulime të brendshme. Një shenjë nga universi, një takim i rastësishëm, ose një mesazh i papritur do të ketë kuptim të thellë. Është momenti për të besuar intuitën. Një kapitull i ri emocional po fillon, por kërkon guxim për të lënë pas të kaluarën. Kjo javë nuk është e zakonshme, është një pikë kthese e heshtur. Energjia nuk premton rehati, por transformim. Çdo shenjë do të ndiejë në mënyrën e vet një lëvizje të brendshme që nuk mund të injorohet. Disa do të përballen me funde, të tjerë me fillime, por askush nuk do të mbetet i njëjtë. Dhe ndërsa ditët kalojnë, ndikimi i Venusi do të sjellë qartësi në çështjet e zemrës, ndërsa energjia e Marsit do të shtyjë drejt veprimit. Këto forca të padukshme do të ndërthuren në mënyrë të tillë që vendimet e kësaj jave do të kenë një hon për muaj të tërë. Ky është vetëm fillimi i një rruge që do të zbulohet hap pas hapi. Energjia fillon të bëhet më e dendur në mesin e javës. Është ajo ndjesia e padukshme që i bën njerëzit të zgjohen disa minuta para alarmit, me mendime që vërtiten pa pushim. Lëvizjet e hëna në një kënd të tensionuar me Marsi krijojnë impulse të forta emocionale. Reagimet do të jenë më të shpejta, vendimet më të nxituara. Por pikërisht në këtë vrull fshihet mundësia për të thyer një cikël të vjetër. Dashi do ta ndiejë kulmin e kësaj përplasjeje energjish rreth mesit të javës. Një telefonat ose një email që nuk pritej mund të ndryshojë drejtimin e planeve. Ka gjasa të përfshihet në një debat ku do të duhet të zgjedhë mes krenarisë dhe diplomacisë. Nëse zgjedh të dytën, rruga hapet për një bashkëpunim që mund të zgjasë për muaj. Nëse zgjedh krenarin, do të fitoj betejën, por jo luftën. Në dashuri, një gest i vogël romantik mund të shuajë tensionin e akumuluar. Demi do të ndiejë një rritje të përgjegjësive. Dikush do t'i kërkojë ndihmë ose mbështetje financiare apo emocionale. Kjo do ta vendos përballë një dileme. Të sakrifikoj për të tjerët apo të vendos kufi të qartë. Fundjava sjell një surprizë të këndshme. Ndoshta një lajm që lidhet me një investim ose një plan të vjetër. Një takim i rastësishëm mund të ndezë një ndjenjë që mendonte se ishte shuar. Binjakët do të përballen me të vërtetën e fjalëve të tyre. Çdo premtim i bërë në të kaluarën do të kërkojë përmbushje. Në punë, një situatë e vogël mund të rritet nëse nuk trajtohet me kujdes. Megjithatë, kreativiteti do të jetë i fuqishëm. Një ide që lind spontanisht mund të kthehet në projekt konkret. Në dashuri do të kuptojnë se komunikimi i hapur është i vetmi shpëtim nga dyshimet. Gaforia do të përjetojë një moment reflektimi të thellë. Një kujtim i vjetër mund të rikthehet përmes një fotografie, një kënge ose një vendi. Kjo javë kërkon falje, ose për të tjerët, ose për veten. Në aspektin profesional, një ofertë e re mund të duket e frikshme, por është pikërisht ajo që nevojitet për rritje. Zemra do të kërkojë siguri, por universi do të kërkojë guxim. Luani do të ndiejë një lëvizje të fortë në rrethin shoqëror. Një mik mund të tregojë fytyrën e vërtetë. Ky zbulim do të jetë i hidhur, por çlirues. Në dashuri, pasioni do të jetë i ndezur, por do të kërkojë kontroll. Një situatë xhelozie mund të shndërrohet në krizë nëse nuk trajtohet me maturi. Në punë, një kompliment nga dikush me ndikim do të rrisë vetbesimin. Virgjëresha do të ndiejë presion për të marrë një vendim që e ka shtyr prej kohësh. Racionaliteti do të përplaset me intuitën. Në mes të javës, një situatë e vogël shëndetësore ose lodhje do të kërkojë pushim. Fundjava sjell qartësi dhe një ndjenjë çlirimi. Një bisedë e sinqertë me partnerin ose me një mik të afërt do të forcojë një lidhje të rëndësishme. Peshorja do të ndiejë një energji të dyfishtë. Njëra pjesë kërkon stabilitet, tjetra aventurë. Një mundësi për udhëtim ose për ndryshim ambienti do të paraqitet. Në dashuri, dikush mund të shfaqë ndjenja më të forta nga sa pritej. Kjo javë do të kërkojë vendime të shpejta, por të menduara mirë. Financat kërkojnë kujdes ndaj detajeve. Akrepi do të ndiejë një thellim emocional. Një sekret i vjetër mund të zbulohet, ose vetë do të vendos të rrëfej diçka që ka mbajtur brenda. Ky akt do të sjellë lehtësim. Në punë, një projekt i rëndësishëm do të marrë hovë. Intuita do të jetë udhërfyesi kryesor.
Fundjava sjell një moment romantik që mund të ndryshojë dinamikën e një lidhjeje. Shigjetari do të ndiejë dëshirë për të thyer rutinën. Një ide spontane mund të çojë në një vendim të madh. Në dashuri, e vërteta do të dalë në sipërfaqe, qoftë përmes një diskutimi të hapur apo një situate të papritur. Kjo javë është për guxim dhe besim tek instinkti. Një mundësi profesionale që kërkon lëvizje ose mësim të ri do të sjellë entuziazëm. Britsjapi do të përballet me një sfidë që teston durimin. Një autoritet ose figurë me pushtet mund të krijojë tension. Në vend që të reagojë menjëherë, duhet të planifikojë strategjikisht. Fundjava sjell një moment qetësie dhe reflektimi. Një lajm i mirë financiar mund të kompensojë stresin e ditëve të para. Ujori do të ndiejë nevojën për të shprehur veten më lirshëm. Një projekt krijues ose një ide novatore do të marrë vëmendje. Në dashuri, surprizat do të jenë të forta. Dikush mund të bëjë një deklaratë që ndryshon rrjedhën e një marrëdhënieje. Kjo javë kërkon autenticitet total. Peshqit do të ndihen më intuitiv se zakonisht. Ëndrat do të jenë të forta dhe me mesazhe të fshehta. Një takim i papritur mund të ketë domethënie të thellë shpirtërore. Në punë, një projekt që dukej i pasigurt do të marrë formë. Në dashuri, ndjenjat do të thellohen, por kërkohet guxim për t'i shprehur. Ndërsa java afrohet drejt fundit, ndikimi i Venusit do të zbusë tensionet, duke sjellë butësi në marrëdhënie dhe qartësi në ndjenja. Megjithatë, një aspekt i papritur me Plutoni sinjalizon transformime të thella. Diçka duhet të mbyllet që diçka tjetër të lindë. Kjo javë nuk do të harrohet lehtë. Ajo do të lërë gjurmë, në vendimet e marra, në fjalët e thëna, në heshtje që flasin më shumë se çdo debat. Çdo shenjë do të përjetojë një moment ku do të kuptojë se rruga e vjetër nuk mund të vazhdojë njësoj. Dhe ndërsa energjia ndryshon, fillon të bëhet e qartë se ky është vetëm një kapitull i parë i një periudhe më të madhe transformimi. Ndërsa dita e 5 të javës afrohet, ritmi i ngjarjeve fillon të përshpejtohet. Ajo që në fillim dukej si tension i brendshëm, tani merr formë konkrete në realitet. Lëvizjet e Merkuri krijojnë kthesa të papritura në komunikim. Mesazhe të dërguara gabim, rrëfime të paplanifikuara, të vërteta që dalin në dritë pa paralajmërim. Ndërkohë, ndikimi i Saturni vendos një ndjesë si përgjegjësie mbi të gjitha vendimet. Çdo veprim tani ka peshë. Dashi hyn në një moment prove të fortë. Një situatë që ka qenë e paqartë në punë bëhet e qartë, por jo domosdoshmërisht e lehtë. Dikush mund të sfidojë autoritetin e tij ose ta vendosë përballë një zgjedhjeje. Të vazhdojë në të njëjtën rrugë apo të rrezikojë për diçka më të madhe. Në dashuri, një përballje direkte do të sqarojë gjithçka. Nëse zemra ka qenë ndarë mes dy ndjenjave, tani është momenti i vendimit. Demi ndjen stabilitetin të lëkundet, por vetëm për të rindërtuar më fort. Një çështje financiare që ka qenë pezull merr përgjigje. Mund të vijë një mundësi investimi ose një ofertë pune që kërkon guxim. Në aspektin emocional, dikush i afërt mund të kërkojë më shumë përkushtim. Kjo javë i mëson Demit se siguria nuk vjen vetëm nga kontrolli, por edhe nga besimi. Binjakët përballen me një reflektim të thellë personal. Një situatë e vogël mund t'i bëjë të kuptojnë sa shumë ka ndryshuar gjatë muajve të fundit. Në punë, një bashkëpunim i ri mund të lindë pa pritur. Në dashuri, një bisedë gjatë dhe ndershme do të hapë një kapitull të ri. Ata që janë beqar mund të takojnë dikë përmes një rrethane krejt të papritur. Gaforja ndjen peshën e emocioneve, por edhe një forcë të re të brendshme. Një situatë familjare arrin kulmin dhe kërkon vendim të qartë. Nuk ka më hapësirë për shmangje. Në punë, një projekt i nisur me hezitim fillon të jap shenja suksesi. Në dashuri, një deklaratë e papritur mund të ndryshojë gjithçka. Luani hyn në një fazë të fuqishme vetëdijeje. Një vërtet që ka shmangur del në sipërfaqe dhe kërkon përballje. Në vend që ta shoh si kërcënim, duhet ta shoh si çlirim. Në aspektin profesional, mund të marrë një vlerësim ose propozim që e vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri, pasioni është intensiv, por kërkon ekuilibër mes krenarisë dhe ndjeshmërisë. Virgjëresha përjeton një moment qartësie të rrallë. Një problem që dukej kompleks zgjidhet me një vendim të thjeshtë. Në punë, detajet bëhen arma e saj më e fortë. Një mundësi për rritje ose ndryshim pozicioni mund të shfaqet. Në dashuri, një gjest i vogël do të ketë ndikim të madh.
Peshorja ndodhet përballë një zgjedhjeje që prek zemrën. Një situatë trekëndore ose një dilemë emocionale kërkon vendim të menjëhershëm. Në aspektin financiar, duhet kujdes me shpenzimet impulsive. Fundjava sjell një moment romantik që mund të rikthejë besimin në dashuri. Akrepi ndjen transformimin më thellë se çdo shenjë tjetër. Një sekret, një zbulesë ose një intuitë e fortë do ta shtyjë drejt një ndryshimi rrënjësor. Në punë, një mundësi për të marrë kontrollin e një situate del papritur. Në dashuri, lidhjet e dobëta mund të thyhen, ndërsa ato të fortat bëhen të pathyeshme. Shigjetari përballet me një thirrje për zgjerim. Një udhëtim, një kurs i ri, ose një bashkëpunim ndërkombëtar mund të shfaqet. Në dashuri, një deklaratë spontane do të ketë pasoja të mëdha. Kjo javë mëson se liria nuk do të thotë largim, por zgjedhje vetëdijshme. Bricjapi ndjen presionin e përgjegjësive, por edhe fuqinë për t'i menaxhuar ato. Një figurë autoritare mund ta vlerësojë për përkushtimin. Në aspektin emocional, një person që ka qenë gjithmonë në hije mund të dalë në pah me ndjenja të forta. Fundjava sjell një moment reflektimi që ndryshon perspektivën. Ujori përjeton një zgjim krijues. Një ide e papritur mund të marrë mbështetje nga dikush me ndikim. Në dashuri, surprizat janë të papritura dhe intensive. Një lidhje e re mund të fillojë me energji të fuqishme, ndërsa një lidhje e vjetër mund të marrë drejtim të ri. Peshqit ndihen të udhëhequr nga intuita. Një ëndër ose shenjë simbolike do të ketë kuptim të veçantë. Në punë, një projekt artistik ose shpirtëror do të marrë vëmendje. Në dashuri, një moment ndjeshmërie e thellë do të forcojë një lidhje ekzistuese ose do të hapë një histori të re. Ndërsa fundjava afrohet, ndikimi i hëna e plot sjell kulmimin e energjive të javës. Çdo gjë që ka qenë e fshehur tani bëhet e dukshme. Disa do të përjetojnë mbyllje kapitujsh, të tjerë fillime të papritura. Emocionet janë të forta, por të sinqerta. Kjo javë nuk është thjesht një kalim kohe, është një pikë kthese. Vendimet e marra tani do të krijojnë valë që do të ndihen për javë e muaj. Universi nuk po kërkon përsosmëri, por guxim. Dhe ata që zgjedhin të përballen me të vërtetën, do të zbulojnë se ndryshimi nuk është kërcënim, është rilindje. Energjia vazhdon të lëvizë, dhe ajo që vjen pas kësaj fundjave do të jetë edhe më e thellë. Fundjava nuk vjen e qetë. Ajo vjen si një kulm emocional ku gjithçka që është mbledhur gjatë ditëve shpërthen në një formë ose në një tjetër. Ndikimi i hëna e plot arrin pikën më të fortë, duke ndriçuar jo vetëm qiellin, por edhe të vërteta që janë fshehur në heshtje. Është moment zbulimi, moment vendimi, moment mbylljeje. Dashje ndjen këtë si një shtytje për veprim final. Një telefonat e fundit, një takim ball për ball, një deklaratë që nuk mund të shtyhet më. Nëse ka pasur një konflikt, tani ose zgjidhet, ose mbyllet përfundimisht. Në aspektin profesional, një lajm që vjen në fundjavë mund të ndryshojë drejtimin e muajve në vazhdim. Dashi kupton se forca e vërtet nuk është në reagim të menjëhershëm, por në zgjedhje të vetëdijshme. Demi përjeton një ndjesë stabiliteti të ri. Pas lëkundjeve të javës, diçka vendoset në vendin e vet. Një pagesë, një marrëveshje, një konfirmim që sjell qetësi. Në dashuri, nëse ka pasur dyshime, ato zëvendësohen me qartësi. Ose lidhja forcohet, ose kuptohet që rrugët duhet të ndahen. Demi mëson se siguria e vërtet nuk është vetëm materiale, por emocionale. Binjakët ndihen të çliruar nga një peshë mendore. Një bisedë që duke e vështirë rezulton më e lehtë se sa pritej. Një e vërtet e thënë hap një dritare të re. Në punë, një ide që u hodh në mes të javës fillon të marrë mbështetje konkrete. Në dashuri, një mesazh i papritur në orët e vona mund të ndezë një ndjenjë të re. Gaforja përjeton një mbyllje të thellë emocionale. Një kapitull familjar, një konflikt i vjetër, një kujtim që ka dhembur tani gjen paqe. Është një ndjesje e butë, por e fuqishme. Në aspektin profesional, intuita e saj dele sakt. Një vendim i marrë nga zemra rezulton i duhuri. Në dashuri, ndjeshmëria shndërrohet në forcë. Luani ndjen se diçka ka ndryshuar brenda tij. Një krenari e lënduar shndërrohet në vetbesim të ri. Një situatë që e ka sfiduar e bën më të fortë. Në dashuri, një moment i sinqert, ndoshta edhe një falje, rikthen harmoninë. Në punë, një figurë me ndikim mund të ofrojë një mundësi që hap dyert të mëdha. Virgjëresha sheh frytet e durimit.
Një çështje që ka analizuar gjatë merr përgjigje të qartë. Një problem që duke i ndërlikuar zgjidhet me një veprim të thjeshtë. Në dashuri një gest praktik, por i sinqert, ka më shumë vlerë se fjalët e mëdha. Fundjava i sjell një ndjesi kontrolli të qetë. Peshorja përballet me vendimin final. Balanca mes zemrës dhe arsyes nuk mund të shtyhet më. Një zgjedhje bëhet dhe sapo bëhet sjell lehtësim. Në aspektin financiar, një shpenzim i menduar mirë rezulton i dobishëm. Në dashuri, ose fillon një histori e re, ose një e vjetër mbyllet me dinjitet. Akrepi përjeton transformimin më të thellë. Një vërtet që ka mbajtur brenda del në dritë. Është moment i fuqishëm, ndoshta emocional, por çlirues. Në punë, një mundësi për të marrë drejtimin e një situate e vendos në pozicion force. Në dashuri, intensiteti shndërrohet në lidhje të thellë ose në ndarje përfundimtare. Shigjetari ndjen horizontin të hapet. Një plan për udhëtim, studim ose ndryshim jete merr formë konkrete. Është fundjava e vendimeve të guximshme. Në dashuri, një deklaratë spontane sjell emocion dhe qartësi. Shigjetari kupton se liria e vërtet vjen kur zgjedh me zemër të hapur. Britsjapi sheh shpërblimin e përpjekjeve. Një lajm financiar ose profesional sjell stabilitet. Një tension me një figurë autoritare zgjidhet në mënyrë të papritur. Në aspektin emocional, një person që ka qëndruar në hije shfaq ndjenja të forta. Britsjapi ndjen se struktura e jetës së tij po forcohet. Ujori përjeton një shpërthim krijues. Një ide e lindur spontanisht merr mbështetje. Një projekt personal fillon të duket real. Në dashuri, një surprizë e bukur e bën të kuptoj sa e rëndësishme është autenticiteti. Një lidhje e re mund të nisë me energji të jashtëzakonshme. Peshqit ndihen të udhëhequr nga një ndjesje e brendshme paqeje. Një ëndër, një shenjë, një takim i papritur merr kuptim të qartë. Në punë, një projekt që lidhet me kreativitetin ose ndihmën ndaj të tjerëve merr vlerësim. Në dashuri, një moment i thellë emocional krijon lidhje shpirtërore. Ndërsa java mbyllet, ndikimi i Plutoni lë gjurmën e transformimit të heshtur. Asgjë nuk duket dramatike nga jashtë, por brenda shumë zemrave ka ndodhur një ndryshim i pakthyeshëm. Cikle janë mbyllur, vendime janë marrë, e vërteta ka dalë në dritë. Kjo javë do të ndryshoj fatet, nuk është një premtim i zbrazët. Është një paralajmërim i butë se universi lëviz gjithmonë. Edhe kur ne mendojmë se gjithçka është e qetë, disa do ta quajnë rastësi, të tjerë do ta quajnë energji, por ata që kanë dëgjuar intuitën e tyre këtë javë, e dinë se diçka ka ndryshuar, dhe ndërsa fillon java e re, asnjë shenjë nuk është më saktësisht aty ku ishte 7 ditë më parë. Energjia ka bërë punën e saj. Tani është radha e zgjedhjeve.